Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës, Evisa Allushi, ka zhvilluar disa takime në qytetin e Sarandës me gra të rinj e të reja. Në bashkëbisedim me banorët e Sarandës, kandidatja Allushi është ndalur në zhvillimin me ritme të shpejta të turizmit, problematikat që ka Saranda në këtë drejtim dhe investimet që duhen kryer në infrastrukturën rrugore, sistemimin e plazheve dhe furnizimin e rregullt me ujë të pishëm. Edhe pse jeton, punon e kandidon për deputete në rajonin 4 dhe njësinë administrative Novosel, kandidimi i zonjës Allushi ka patur një jehon pozitive në Sarandë, ku një grup banorësh kërkuan vetë të njiheshin e të takoheshin me të. Jam si ju, një familje shqiptare vlonjate që ka rritur vajzat e mia dhe familjen time në atë rrogën e shtetit, i di shumë mirë hallet dhe problemet që çdo familje qoftë në Vlorë dhe Sarandë ka, dhe e njoh shumë mirë të pjesën e njerëzve të thjeshtë në gjithë qarkun e Vlorës, dhe për mua është shumë e rëndësishme që nëse do të jepet mundësia të përfaqësoj nëse në parlament të përfaqësoj gjithë njerëzit e thjeshtë që janë të shumtë kudo me zemër të mirë, dhe kjo më bën mua që të më jep më shumë mbështetje për përfaqësim nesër në parlament. Ata e vlerësuan kandidaten Allushi për integritetin e saj si një figurë e pastër dhe e papërfolur, duke mos mbajtur asnjë postë drejtues në institucionet e shtetit dhe i ofruan mbështetjen për ta votuar në 11 maj. Kandidati Allushi premtoi se do të shkojë përsëri në Sarandë përpara datës 11 maj për të zhvilluar takime të tjera.